Me këtë bilet nuk do të shkojmë në Europë. Transporti publik prej vitesh ka qenë një nga temat më të diskutuara, sidomos sa i përket kushteve të linjave urbane, shpejtësisë dhe shpeshtësisë së tyre, orareve dhe cilësia e transportit. Në shumë qytete në Shqipëri kemi mungesë të linjave urbane brenda qyteteve, e ndërsa në kryeqytet kemi 10 linja urbane, por ende problematike. Por çfarë pritet të ndodhë me transportin publik brenda qyteteve dhe jashtë qyteteve në vend? Sa larg është Shqipëria krahasimisht me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë së transportit publik? Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të datës 1/10/2025 për krijimin e shoqërisë Mobile SHA me kapital 100% shtetëror, e cila do të merret me operimin dhe organizimin e transportit publik rrugor në të gjithë Shqipërinë. Kompania Mobile SHA është regjistruar edhe në ÇKB me 30 dhjetor 2025 dhe është 100% nën zotrimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Kompania është krijuar me një kapital themeltar prej 10 milion lekësh. Po ashtu, kompanitë private të linjave urbane që operojnë aktualisht në ombrellën e bashkive do të licencohen dhe administrohen nga kompania shtetërore duke nisur nga shtatori i vitit 2026. Me pak fjalë, bashkive do t'ju hiqet administrimi i këtyre kompanive dhe do t'i kaloj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Agjencia Kombëtare për Transportin Mobil thuhet se në fazën fillestare do të ofrojë shërbime në 7 itinerare turistike kombëtare, transport publik shkollor në 3 zona të vendosura strategjikisht në veri, jug dhe juglindje, aty ku nxënësit kanë vështirësi në aksesimin e shkollës. Vënia në funksion e një flote prej 100 autobusësh elektrik me standarde të reja sigurie. Po ashtu implementimin e sistemeve elektronike të biletave, vendosjen e GPS-eve për monitorim në kohë reale të urbanëve. Le të ndalojmë pak te kjo e fundit. Sipas vendimit të qeverisë, aktiviteti Mobile do të nisë në shtator 2026, ku të ardhurat do të sigurohen nga shitja e biletave elektronike, tarifat për operatorët të tjerë të transportit, si dhe nga burimet të tjera të ligjshme. Aktualisht kemi bileta fizike dhe jo elektronike në të gjitha linjat e transportit publik në Shqipëri. Një nga shqetësimet e fundit ka qenë edhe rritja e biletës së autobusit të Kamzës prej 10 lekësh. Kompania Shpresa Al e biznesmenit Lush Osmani e rriti çmimin e biletës pas vendimit të marrë në Këshillin Bashkiak Kamës. Aktualisht, Kamza ka çmimin më të lartë të transportit publik në të gjithë vendin. Pas ankesave të bëra publike, Autoriteti i Konkurrencës nisi hetimin me 23 dhjetor 2025 për rritjen e menjëhershme të çmimit të biletës nga kompania Shpresa AL. Hetimi do të fokusohet për të verifikuar arsyet e rritjes së biletës. Po në BE, si është transporti publik? Si në Shqipëri, edhe në Europë, autobusët janë forma më e përdorur e transportit publik. 55.7% e udhëtimeve me transport publik në BE kryhen me autobus urban dhe periferik. Biletat në Europë kanë disa opsione, fizike dhe elektronike, ditore dhe shumë ditore, që mbulojnë autobus, tramvaj dhe metro. Edhe Kosova, e cila nuk është në BE, ka një funksionim më të mirë të transportit publik. Biletat kanë kosto më të ulët. Vetëm në një drejtim, bileta kushton 50 cent, ndërsa bileta ditore kushton 80 cent. Aboneja mujore kushton 12 euro. Ndërsa përfitojnë transport publik falas, fëmijët, studentët, pensionistët, ushtarakët, ish veteranët e luftës dhe të gjithë administrata e kryeqytetit. Pra Shqipërisë i duhet të bëjë shumë hapa para për rregullimin e transportit publik në vend. Gjithsesi, na mbetet të presim shtatorin dhe ndryshimet që do të sjellë krijimi i kompanisë shtetërore. Deri atëherë, na mbetet të udhëtojmë në këto linja dhe në këto kushte.